Mëngjesin e sajantës u planifikuar seancë e jashtëzakonshme në Asamblenë e Komunës së Prishtinës. E në të pikë rendit e ditës ishte miratimi i planit zhvillimor komunal. Por kjo seancë dështoi ende pa filluar. Kjo me që vetëm 21 asamblestë ishin të pranishëm në sallë. Në mungesë të gjithë asamblezëve të vetëvendosjes dhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Andaj nuk mundem me proceduar matutje. E i pari Prishtinës përparim Rama fajin për këtë dështim po ja hedh opozitës. Pra një dokument i cili është i gatshëm tashmë gati një vit e gjys, e që bllokohet gjatë gjithë kohës prej opozitës, pra edhe prej Partisë Vetëvendosja, po ashtu edhe prej Partisë Demokratike të Kosovës, siç e patë edhe sot nuk i kishim ata asamblejës sot këtu. E për ta kundërshtuar kalimin e planit zhvillimor, pas 8 viteve në cilësinë e qytetarit u kthye në komunë edhe ish nënkryetari i Prishtinës, Dardan Sediu. Jena ardhë me pas çka po ndodh, ka media mjaftueshëm për mos siguruar se gjithçka incizohet. Madje ky i fundit pati një përplasje verbale me kryetarin. Ja që njerëz si ti që jepin dezinformata, që i rrajnë njerëz si ti që i rrajnë të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Ndërkohë njohësit e kësaj fushë thonë se për nga rëndësia, ky dokument vije menjëherë pas kushtetutës. E ka për qëllim rregullimin e jetesës së të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në qytet. E para është jo e moralshme, domethënë që në fund të mandatit të tentohet të miratohet një plan kaq i rëndësishëm. Ndryshe Komuna e Prishtinës ka njoftuar se një seancë tjetër për këtë pikë është caktuar me datën 29 prill.